Përshëndetje të gjithëve dhe gëzuar ditëlindjen e 34 të Partisë Socialiste, juve që jeni këtu dhe të gjithë atyre që nuk janë këtu të pranishëm, por janë pjesë e pandashme e kësaj familje të madhe politike. Kjo është një ditëlindje që bëhet e veçantë si rezultati faktit që vjen pas një fitoreje shumë domethënëse të Partisë Socialiste, një fitoreje e cila vjen me një përgjegjësi më të madhe se asnjëherë tjetër, për vetë faktin që u mishërua si rezultat i një mbështetje më të madhe se asnjëherë tjetër për Partinë Socialiste. Dhe padyshim që ne nuk i jemi frikur, edhe sigurisht nuk jemi shmangur asnjëherë përgjegjësive që vijnë me fitoret, dhe kjo unë besoj se është arsyeja kryesore pse ne nuk lodhemi së fituari, pasi nuk lodhemi së ngarkuari veten me përgjegjësi dhe së reflektuari mbi çfarë mund të bëjmë më mirë. E natyrisht që shumë gjëra duhen bërë me patjetër më mirë në kushtet kur kjo fitore është e lidhur me një mandat besimi të jashtëzakonshëm për të udhëhequr vendin dhe për të antarësuar Shqipërinë në Bashkimin Evropian brenda kësaj dekade. Nuk ka arsye më të fortë dhe nuk ka edhe domethënie më të madhe lidhur me përgjegjësinë se sa ky objektiv, i cili është një objektiv sa i arritshëm, aq edhe tejet i vështirë për t'u arritur. Është një objektiv sa i afërt, aq edhe jashtëzakonisht i lidhur me sa shpejt ne do jemi në gjendje të përmirësojmë çka duhet përmirësuar dhe të përmbushim çka duhet përmbushur. Natyrisht që nuk kemi asnjë arsye për të mos qenë besimplot. Kemi një skuadër të re me jo pak, po me 83 deputet, dhe më shumë se sa numri është përbërja e skuadrës, është harmonizimi i eksperiencës me pruhet e reja, dhe është shpërndarja më e mirë se sa asnjëherë tjetër e peshës së përfaqësimit në çdo territor, që besoj unë i japin kësaj skuadre të re mundësinë që ta përballoj me sukses peshën e madhe që do të duhet mbaj në këto vite kur parlamenti do të duhet të bëhet shtylla kryesore e procesit të antarësimit në Bashkimin Evropian, për vetë përmbajtjen që ka procesi. Nga ana tjetër, unë besoj që si rezultat i mirë organizimit në të gjithë territorin dhe si rezultat i një betejë të bërë me shumë përkushtim në të gjithë territorin, kemi po ashtu edhe një
skuadër mbështetëse jashtëzakonisht premtuese në të gjitha njësitë administrative në të gjitha zonat ku Partia Socialiste është angazhuar gjatë gjithë këtyre muajve në mbështetje të grupeve të kandidatëve për deputet. Dhe patjetër që vlera kryesore e kësaj skuadre mbështetëse janë burimet e veta njerëzore, ku ne do të duhet të qëmtojmë me kujdes për të identifikuar më të mirët e mundshëm dhe për t'i ngarkuar me përgjegjësi në një proces që do të kërkojë shumë angazhim në të gjitha nivelet. Procesi i antarësimit nuk është një proces thjesht i qeverisë, apo thjesht i deputetëve në parlament, apo thjesht i drejtuesve apo institucioneve qendrore të vendit, por është një proces i shtrirë në të gjithë territorin, ku përfshihen patjetër edhe njësitë e pushtetit vendor, dhe ku shumë nga detyrat që ka ky proces mbeten për t'u adresuar, po që t'adresohen si duan një kapital njerëzor goxha cilësor. Dhe unë kam shumë besim se ne, nëse do të bëjmë gjën e duhur në çdo hap dhe nëse do ta adresojmë këtë si një prioritet kombëtar të Partisë Socialiste, do të jemi në gjendje që t'i japim një forcë të madhe Partisë Socialiste në territor, duke u mbështetur tek njerëzit më të talentuar, tek njerëzit më të përgatitur, tek njerëzit më të përkushtuar. Dhe për të mos u zgjatur, se nuk është as kongres, as konferencë, as asamble, por është një ditëlindje, dua të falenderoj të gjithë ata që janë këtu sot të ftuar dhe që na nderojnë në praninë e tyre dhe më zun syt dy. Edhe fatmirësisht syt më vajtën nga njëri ekstrem tjetri, nga Frok Çupi ke Ylli Rakipi. Froku është më afër tribunës, Ylli është komplet larg, si për të thënë që unë erdha, po unë nuk jam me ju. Ylli, e dim që si e me ne, po mos rri aq i distancuar, se dukesh si ata në ato pikturet e Arisut Socialist që rrinin si në hije. po të falenderoja për praninë gjithsesi. Jemi shumë qartë që si e me ne, edhe pavarësisht se mund të rish me Filip Çakulin prapë se prapë nuk bëhesh me ne. Duhet falenderoj edhe të gjithë ata që janë këtu përpara nesh, domethënë përpara meje dhe përpara shumë të tjerëve, dhe që janë gjithmonë pranishëm në këto sebepe, por jo vetëm sebepe, janë pranishëm edhe në jetën e përditshme të partisë sipas mënyrës dhe me energjinë e tyre. Edhe këtu dy ekstreme do marr zysh artën, që nuk më ndahet, edhe që as nuk e diskutoja që sa të dëgjonte emrin do ta bënte fytyrën që të shkeqem përmend emrin. Zyshe, të shqyr që të kemi. Edhe shohu ngramos që nuk diskutohet, që sa kohë do ta shoh këtu në oborrin e partisë, jam i sigurt që partia është në rrugën e duhur. Shqetësohuni ditën kur do mungoj gramozin këtë obor. Po atëherë s'do jem as unë, kështu që shifni e bëni. Ju falenderoj shumë që të gjithëve, edhe një falënderim posaçëm për sekretarin e përgjithshëm, i cili si gjithmonë në këto raste ka veshur kostumin e dasmës. Shumë faleminderit. Edhe faleminderit dihet në mbyllje të gjitha vajzave dhe grave që janë këtu të pranishme. Si shtregoi edhe 11 maj, kush u mbështet tek vajzat dhe gratë fitoi. Faleminderit.
duhet bëj edhe një falënderim të posaçëm për të gjithë ata që janë në përpavi në kuptimin e dukjes, por që janë shumë domosdoshëm për ne dhe që hapin dhe mbyllin derën e kësaj selie dhe bëjnë që t'jetë gjithmonë e bukur, e pastër, e sigurt, edhe të ketë gjithmonë ngrohtësinë e tyre kur ne na duhet vim këtu dhe t'i shqetësojmë. Shumë faleminderit.